është Fatmir Limaj. Fatmir Limaj thuhet se ka pas një kërkesë. Postën e kryetarit kuvendit dhe nuk është diskutu për postën ministrore në kuadër qeverisë Kurti 3, nëse do të arrin të kenë 69 apo 62 vota, dhe ka disa kërkesa legislative. Thuhet se kërkesa e tij është që të ulet pragu zgjedhor në 3% nga 5, për shkak se në kaluamën dihet se nisma ka rënë nga pragu për një përqindje shumë të vogël të votave, prandaj edhe po kujdeset që në rast se vendi shkon në zgjedhje në pranverën e ardhshme me zgjedhjen e presidentit, që nisma të garojë vetme, sepse mundësitë për koalicionet të Limajt me shumicën e partive politike parlamentare janë minimale. Ka qenë në koalicion me AK-n, po tash mundon, do me thonë, pa u konstituu kuvendi u ndon. Me PDK-n ka pas tentime, po nuk ka shku mirë. Tash po kujdeset që me zbrit pragu 3% që me mujtë edhe me garu si vetëm edhe me hi më bo pjesë e legislaturës ardhshme. Unë besoj se kjo është e mirë, sepse pragu zgjedhor 3% munden me fut edhe disa subjekte ma të vogla politike, edhe disa individ që mujtën me siguru një numër të konsiderueshëm votave. Po në të kaluamën, kjo ndoshta i ka shërby më shumë partive më të mëdhaja, sepse votat e atyne që kanë met jashtë kuvendit i kanë marrë subjektet më të mëdha parlamentare dhe kanë marrë nga 1-2 deputet, varësisht prej në shpërndarjes të deputetëve. Garun bashkë në zgjedhje, shumë kush e ka cilësu jo fort sinqert, s'më di çfarë termi tjetër me përdor, këtë bashkëpunimin ndërmjet Limajt edhe Haradinajt edhe pa u konstituu kuvendi akoma duket që u shkput edhe zyrtarisht. Po natyrisht vetë fakti që rezultatin në një farë mënyrë flet se